Michele Kalangjiu është një gazetar dhe moderator me një vizion të qartë për komunikimin modern dhe informimin e publikut. Me një prani të fortë në media dhe një stil të dallueshëm prezantimi, ai ka arritur të krijojë një lidhje të drejtpërdrejtë me audiencën, duke sjellë informacion të saktë, të qartë dhe të strukturuar. Si një personazh publik, ai njihet për profesionalizmin, qasjen analitike dhe aftësinë për të trajtuar tema me rëndësi shoqërore dhe aktuale. Përmes punës së tij si moderator, ai ka kontribuar në ngritjen e standardeve të komunikimit mediatik, duke i dhënë zë çështjeve që prekin komunitetin dhe zhvillimin shoqëror. Një figurë vizionare në fushën e gazetarisë, Michele Kalangjiu vazhdon të mbetet një emër i rëndësishëm në hapësirën mediatike, duke sjellë energji, profesionalizëm dhe përkushtim në çdo dalje publike. Përgatitur një sinkron të jashtëzakonshëm që gjithmonë kam përgatitur sinkrone për të tjerët, por që nga e këndshme dhe e virtytshme kur shikon që ke punuar. Faleminderit edhe një herë Aldo, faleminderit edhe të gjithë stafit të shgjatës në gjatë, gjithashtu faleminderit edhe para forcit. Besoj se unë jam i fundit, po jo më pak i rëndësishmi në këtë fund. Ditën e sotme ne jemi mbledhur për çështjen e paqes, një ndër gjërat më të rëndësishme që ashtu quajtura ditë të kohëve të fundit që ne flasim. Pavarësisht se ne jemi mësuar dhe unë rrihet nga departamenti i gjuhës dhe letërsisë, pavarësisht se jam i formësuar dhe i profilizuar në gazetari prej 3 vitesh, por unë nuk preferoj që ditën e sotme të shqyrtohem me fletën, as sikurse edhe një ndër shkrimtarët dhe një ndër pedagogët më të shquar të kombit shqiptar, Dritora Golli, gjithmonë që kujte për diskutime i kryesat të shtete i me janonte. Ditën e sotme ne do të mblidhemi jemi mbledhur ditën e sotme në këtë pjesë ku do të flasim për paqen, por në vetvete gjithmonë ne flasim dhe dua që jeni në paqe. Por ç'është paqja? Në prizmin diabolik do të thotë që paqja ose në rrafshi letrar në një figuracion të tillë, çdo njeri për nesh ka nevojë për një paqe, për një qetësi shpirtërore. Por vallë, a është arritur jo lind pyetja? Shumë shkrimtarë kanë shkruar për paqen. Shumë të tjerë e kanë studiuar atë, madje sa kanë shkuar në një fizionomi që paqen njeriu e arrin apo nuk arrin në ditët që ne do të jetojmë në një prizëm që e cili është në një afsh kohor që mesatarisht shkon deri në 80 vjet mesatarja e jetesës së një njeriu. Por gjithashtu duhet të theksojmë që nëse ta lidhim me letërsinë, thuhet që ku ka dashuri ka dhe paqe. Por në të vërtetë, a ka paqe? Në të vërtetë, a ka paqe se thonë që njerëzit bashkë në jetë nuk i mban dashuria, por i mban urrejtja. Nëse ne do të shohim kohëve të fundit ta lidhim me prizmin politik apo jo ato, prizmin politik njerëzit në jetë ne shohim që sidomos politikanët bashkë nuk i mban dashuria, por i mban urrejtja. Sa më shumë urrejshmi ti kë, ai më shumë do të thotë që ne e duam atë. Mendoj se është një mendim i gjithëve ditën e sotme në këtë që jemi mbledhur, apo jo, Aldo? Pra, paqja nuk nis vetëm nga institucionet në të cilat neve na udhëheqin. Paqja duhet të nisi nga vetvetja jonë. Si duhet të nisi paqja nga vetvetja jonë? Paqja duhet të nisi nga unë jo, duhet të nisi nga mua si Michele, duhet të nisi nga kolegu im Alba dhe të gjithë me radhë. Kur ne jemi të paqët me njëri tjetrin, kur ne jemi të paqët, kur jemi të sjellshëm, të edukuar e njërin tjetër, madje i keni vënë re kohëve të fundit, më kujtohet një shprehje e të mallit Freudi që Freudi thoshe, po sikur ne t'i vëmë re njerëzit sa bukur vishen, e ne gjithmonë i kopjojmë ata si vishen. Po pse nuk e kopjojmë ata edhe si flasin, edhe si sillemi? Qofse ne do të kopjojmë njerëz si flasemi, si flasin ata, si sillen ata, në çdo virtyt të tyre ne do të kishim një jetesë dhe le ta them një komunikacion dhe një elekuencë të fjalë në mënyrë më të jashtëzakonshme. Besoj se jeni të qartë në këtë mënyrë se çka unë po flas. Gjithashtu desha ta lidhem me një shprehje të bukur që thotë, është vërtet një letralizim i kësaj pjese, thotë besoj dhe dyshoj si i verbër. Në pjesën që sa i paqët jetë ti me veten tënde. Do të citoj 4 vargje që thotë: besoj si i verbër, bota është një e re dhe e vjetër. Fet iluzivisht na përshkrua një tjetër. Fetarisht të shpreh dyshimin tim të egër,
fetarisht të shpejt dyshimin tim të egër, besoj verbërisht, por dyshoj si një i verbër. Pra, ne dyshojmë si të verbër, nuk e dim nëse paqja është se paqja në fund të ditës është një abstraksion, dhe ne nuk mund të ta konkretizojmë atë. Ne vërtet mund të jemi në paqe me dikë, vërtet ne do mund të jemi në paqe, por ne nuk e shohim. As sa tek mua paqja dhe unë as tek ai. Abstrakte. Një abstraksion i cili paqja në vetveten e saj, gjithsecili prej nesh, unë jam i bindur që nuk e ka askush atë. Nëse do ta kiçen do kush paqen, s'do ishte në kërkim të saj. Se paqja është e unifikuar dhe e lidhur në një mënyrë eksaktësisht, unë do ta quaj ta pak në një mënyrë kimike, që do të thotë, ato janë të gërshetuara, paqja dhe dashuria. A ekziston dashuria, lind pyetja? Jo. A ekziston paqja? Jo. Nëse do ekzistonte paqja dhe dashuria, do të flinin të dyja në një shtrat. Dhe nëse ne do ta lidhim në unin letrar, që do të thotë Agolli i mirënjohur thoshe, dashuria dhe marrëzia flinë të dyja në një shtrat, por puna është secila zgjodhet më herët. Dhe dashuria dhe edhe paqja qëndrojnë në një shtrat të dyja. Por valla janë ngritur këto? Janë ngritur? Nëse këto do të ekzistonin të dyja si paqja dhe dashuria, dalin në një konkluzion tjetër, se duket do mbaj leksion, nuk e di ato që se unë jam përpjekur që pa diskutim, po i kse këto, po do që ti referoj në një pjesë, ndaj desha po jam në këtë pjesë si bashkë bisedim. Dhe nëse njerëzit dashurojnë, sikurse dashurojnë shumë të tjerë, pa diskutim që ata mbeten të paqt, besoj se mbeten të paqt. Por ama ka dhe nga ata që nuk janë të paqt dashurojnë çmenduri sa edhe mund të vrasin, apo jo? Apo jo? Janë ata që thonë dashurojnë thonë ata, por nuk janë të paqt, ju mungon paqësia dhe janë aq të mërshëm, sa edhe mund të vrasin, urdhro? Obsesiv ndoshta. Kjo mbetet për të parë. Dhe gjithashtu paqja nuk varet nga institucionet. Nëse ne do të vëmë re në institucione, njerëzit që na udhëheqin ose që janë e prorët tanë, që ne ata na koordinojnë, ne po të shohim krimet më të mëdha nuk vijnë vetëm nga ata, po vijnë nga bazat tona, nga rrënjët tona, që do të thotë, vijnë nga unë, ti, e tjera, që këto gjërat të tjera vërtet do janë një metabolizëm i cili në rrafshin e madh kohor përbëhen nga disa individ. Po kur përbëhen nga disa individ janë në një hapësirë ose në një hapësirë shoqërore të caktuar. Por ne duhet të theksojmë se në një të hapësirë, në këtë Tiranën tonë, është kjo Tiranë që cila ka probleme të ndryshme dhe nga më të larmishme. Po kjo Tiranë, sa qytete të tjera ka në Shqipëri? Sa të duash? Dhe kjo Tiranë, e cila ka një popullat kaq të caktuar, ka dhe probleme edhe në Berat nga Vion, edhe në Korçë, nga të gjitha qytetet e tjera. Duke patur probleme nga më të ndryshme, gjithashtu probleme nga më të ndryshme, të gjitha probleme ngrihen dhe këto na dëmtojnë ne, nuk dëmtojnë askënd tjetër. Dhe institucionet përkatëse, që njerëzit që ne të cilëve në ata na udhëheqin, janë pikërisht ata njerëz të cilët çu ta lidhim me fjalorin letrar, Agolli thoshte është çudi e mirë në këtë botë të marr, kur përpara ne na udhëheqi vetëm gomar. Thoshte i madhi drejtori Agolli. Dhe nëse do ta lidhim me këtë pjesë, edhe ata pa diskutim, edhe ata janë në kërkim të paqes së tyre. Derisa ata janë në kërkim të paqes në kompleks ritual, se paqja duhet të jetë disi rituale, derisa ne shkojmë unë e shoh që është e rituale, do thonë ju pse, disa nuk mundi të jenë dakord në mendimin që unë e si tezë në këto momente, kanë nga ata disa njerëz të cilët janë shumë të mbushur emocionalisht. Nuk i përballojnë dot emocionet në daljet tyre publike, gjithashtu edhe kur janë në këto takimet face to face etj, e kanë shumë të ngarkuar çështjet emocionale. Dhe këta, nëse ne do të shohim, unë njoh disa nga rrethin shoqëror që këta shkojnë tek disa vende të cilat i quajnë vende të mira, vende të bekuara, aty sikur ta gjejnë gjendjen e tyre paqen. Aty sikur sa ata gjejnë paqen. Pra, ndaj e quaj edhe një rit fetar, të cilin njerëzit e kanë në një rit fetar, e kanë në një mënyrë iluzion, mund të jetë iluzion, por ky iluzion mund të jetë dhe një iluzion i humbur. Dhe këtë iluzion të humbur ne nuk mund që ta konkretizojmë dot, dhe ne nuk mund dalim në një
definicion që të themi që shiko, paqja ekziston, pa diskutim, paqja është ajo e cila ne na bën të ndjehemi mirë. Por do të arrijmë ne dot të shkojmë drejt udhëtimit ton, drejt paqes. Kjo mbetet vërtet një tezë e hapur që në kohrat e shkuara aktualisht dhe sot, kjo mbetet dhe do të mbetet një gjë e cila hap kohë dhe kërkon kohë për diskutim nga të gjithë njerëzit më të shquar të botës. Pa diskutim, qofse ne do ndalim pikërisht tek Camuja, edhe Camuja thotë që paqja është diçka reale, po jo irreale. Po, patjetër, unë kështu preferoj, nuk e di se sa që të themi që nuk ekziston fare paqja, unë mendoj si një vjetër që jam, që ne duhet të rrisim fëmijët me një pozitivitet, duke i rritur me dashuri dhe me një pozitivitet, ne i japim paqja atyre. Se paqja dhe zhvillimi fillon nga familja. Duke qenë një familje shëndetshme, edhe duke qenë ta fëmijë kaq të përgatitur edhe të mirë, edhe ti je shumë pozitiv edhe tëndet, ju thoni që është e zorshme paqja, por ju i keni rritur si të shoh nga një familje në paqe. nuk desha që Paqja është bashkë me falje, se ne po të falim një njeri që gabon, kemi vetë falje, kemi qetësi, kemi dashuri, edhe bëjmë dhe të atë tjetrin të kuptojmë, që dalë se ky nuk pa pas ka me të keq, dhe ai ndjen asaj paqja. Ky është mendimi im. Pa diskutim, unë kam. Po, absolutisht. Nëse ekziston paqja dhe dashuria, dhe të the që mendoj se jo, sepse janë gjithë kohës, janë lëvizje. Janë në kundërvënie njëra me tjetrën, janë gjithmonë në përplasje. Njerëzit nuk e arrin paqen për një arsye, sepse nuk vlerësojnë asnjëherë atë çfarë kanë. Ti duhet të vlerësosh atë çfarë ke, familjen, vlerat, të ardhurat, çdo gjë që ty të rrethon. Nëse ti vlerëson atë çfarë ke, patjetër që do të gjesh edhe paqe me veten. Por në momentin që ti nuk e vlerëson atë çfarë ke, synon gjithmonë edhe më shumë, sikurse janë dhe politikanët tanë, po që është temë tjetër dhe nuk dua ta cek fare. Patjetër që ti nuk do gjesh paqe. Dhe atë paqe ti që nuk e gjen me veten tënde, si mund t'ja transmetosh dikujt tjetër. Paqja vjen me vlerësimin e vetvetes dhe gjithçka çfarë ke ti për vete. Pa diskutim, jam plotësisht dakord në këtë pjesë, por ne duhet të theksojmë që në shoqërinë shqiptare në të cilën ne jetojmë, se mos 5 vjeçarin e fundit, nëse ti je i paq me veten tënde në mënyrë ashtu sikurse edhe ju e trajtuat, duhet të theksojmë dhe duhet ta theksojmë vërtet mirë këtë që të marrim për egoist. Dhe egoizmi ditët e sot, pavarësisht se egoizmi në vetvete është një karakteristikë shumë e mirë. E unë i dënë që ti e përvetëson atë. Ti je egoist, nuk është diçka e keqe, është madje është shumë e mirë që ti ke një ego. Jam dakord. Që ti ke një ego dhe ego është ajo e cila ty të suporton dhe të bën të pathyeshëm ndaj çdo gjëje se ti e njeh veten tënde dhe ti ku çalon dhe ti pikën tënde më të fortë. Por ne kemi problem në Shqipëri. Dhe problemi i cili është, që unë do të thosha dhe do t'i lutesha edhe kolegut Aldo Solollarin që ta ngrimë dhe këtë, që një ndër problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare është një problem jashtëquajtur mosleximi dhe frekventimi i librave, që do të thotë, egua është vërtet ashtu sikurse edhe ju e thanë. Por, duke qenë se egua përbën këtë, le ta themi, në aspektin e saj fonemor të fjalës, egua nuk do të thotë nuk ka asnjë problem që ne ta marrim për ofendim kur na thonë që je egoist. Egua është diçka shumë e mirë. Por njerëzit të cilët nuk lexojnë, nuk e kanë të aftësi për të mos të lexuar, nuk e kuptojnë ç'do të thotë ego, aty çalon gjithë problemi. Ne nuk do të theksojmë se lexon 1 apo 5 nga 200 veta apo edhe më shumë, se është vërtet diçka shumë e frikshme kjo kohë të fundit. Por ne duke e theksuar që ka një problem të jashtëzakonshëm në mos leximin, sa egoist ke thotë u ti egoist ai. Po ai nuk e di ç'do thotë ego, nuk e di ç'do thotë ego. Kjo është një problem shumë i madh në kohë të fundit. Pas diskutim, mua më vjen vërtet keq, do të tregoj një rast. Unë kam pasur kisha një seminar me kolegët e mi të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, degës të Departamentit të Gazetarisë, kam pasur gazetarin e njohur Aleksandër Çipa. Ndofta më janova pak, do të kërkoj pak pjesë, do ta them. Dhe
Ftoj Aleksandër Çipën dhe unë habita ku shumica nuk e njinte Aleksandër Çipën.